Nisma Shqipëria bëhet ka zhvilluar një takim elektoral me banorët e Maliqit. I pranishëm në këtë takim, Adriatik Lapaj i ka kujtuar banorëve shumë nga problemet që vuajnë qytetarët sot për shkak të keqeverisjes. Kur hidhni në kanal ato produktet e djersës tuaj, se nuk ka treg, se bet konkurrencë e pandeshme, se ka kontraband, se nuk ka çmime dinjitoze, atë çast që i hidhni dhe kalben në kanal, do të votoni për këta apo kundër këtyre? Kur u ikin të afërmit në emigrim me lot në sy, se nuk mund të rinë këtu dhe u duhet emigrojnë, atë çast e dera shtëpisë po ta kishe kutinë e votimit, do të votonit për këta apo kundër këtyre? Pra 11 maj është dita që duhet votuar kundër këtyre. Lapaj theksoi se në rast se qytetarët nuk do të përgjigjen me vot, nuk do të jetë më faji i qeverisë, por faji vetë atyre. Në 12 maj, nëse këta, më dëgjoni me vëmendje për këtë, nëse këta do të kenë fituar njësoj si deri tani, do t'u keni dhënë të gjithë ju populli jon një mesazh shumë të gabuar. Pse? Do t'u keni thënë, nuk ka problem që i keni lënë prindrit e këtij vendi me pensionet më qesharake në botë dhe në Europë, shqiptarët prapë votojnë. Nuk ka problem që i keni lënë spitalet pa ilaçe, shqiptarët prapë votojnë. Nuk ka problem që na i prishni shtëpitë si doni, na i merrni tokat si doni, na dhunoni sa herë doni, nuk na dëgjoni për asnjë gjë. Shqiptarët prapë votojnë. Nuk ka problem që djersën tonë e hedhim në kanal të kalben ushqimet dhe produktet tona bujqësore dhe i presim mollët e Korçës e të Maliqit. Shqiptarët prapë do të votojnë. Nuk ka problem. Shqipini, vritini, degdisini, se ata prapë do të votojnë. Dhe në fakt nuk do të jetë më faji tyre, po do të jetë faji gjithë popullit. Lapaj i ka ftuar banorët i besojnë nismës Shqipëria bëhet, duke votuar numrin 6 më 11 maj, pasi vetëm në këtë mënyrë do të nisë një rrugtim i ri për vendin, ku qytetarët do të jenë në qendër të vëmendjes.